Në Tiranë u zhvillua një bashkëbisedim letrar mbi veprën e Thanas Dinos ndër vite, me pjesëmarrjen e figurave të njohura nga fusha e letërsisë, publicistikës dhe artit. Takimi u dallua për nivelin e diskutimit dhe për mënyrën e përqendruar si u trajtua vepra larg formulave të zakonshme dhe vlerësimeve të përgjithshme. Nuk di nëse ishte Thanasi, ai që zgjodhi i pari të shkruante në dialekt dhe këtë e bëri thjesht si zgjedhje gjyqësore, si një zgjedhje estetike me prokurore, nëse doli dhe paksa morale ndaj botës njerëzore që rrethonte atë. Apo ishte folura e Krajinës që zgjodhi Thanasin. Pak rëndësi ka, përderisa ka më shumë se gjysmë shekulli që ecën në këtë rrugë, është e sigurt se ai e dinte mirë ku e çonte kjo. Pra njëjtë edhe risket që ka kjo. Nënvizoje një fakt tjetër në shkrimet e Thanasit. Raportet mes kohës, hapësirës dhe njeriut. Nësë raporte ato në Bibliotekën e Jugut, koha ose kohrat, ti sjellin bashkë Thanas nga shkuara të tashmen, ose si shto diku poresi në çastin, që mi e kthejt në të shkuarën. Është një botë ku njeriu nuk është kur autori vetëm në biografisë të tij. Ai është gjithmonë një përfshirje në një marrëdhënie të tensionuar, me sytë të tjerëve, me atë kohë të pashkruar që peshon më shumë se çdo ligj i shpallur. Ndërhyrjet sollën këndvështrime të ndryshme duke krijuar një dialog të qëndrueshëm dhe të matur, ku fjala ruajti peshën e saj pa rënë në retorik. Prania e emrave të rëndësishëm i dha bashkëbisedimit seriozitet, ndërsa organizimi krijoi një hapësirë të hapur komunikimi. Me qënë se ishim të miqësia dhe pa hyrende në botën e madhe të letërsisë të Thanasit, do të shtoja vetëm diçka. Thanas Dinon e njeh në rini dhe ai mbetet mik për gjithë jetën. Edhe sikur të takohesh rrallë me të, siç na ka ndodhur edhe neve, apo jo. Kështu je ti gjithnjë dhe kështu je edhe për letërsinë, nuk e braktis kurrë. Ne si Gjirokastri duhet ta falenderojmë në mënyrë të veçantë Thanasin, së bashku me Janin e botuesin e tij, me Katerinën që ka qëndruar në krah, e mbi të gjitha pastaj me miqësinë që ka pasur me të madhin Kadaret, që na i ka prur gjithkund në Gjirokastër. Nuk njoh një autor tjetër në hapësirën e 30-40 viteve të fundit që ketë krijuar një antologji të tillë personazhesh, krahinash, fshatrash dhe entitetesh të veçanta të kategorive sociale të shoqërisë sonë, kryesisht jo vetëm në periudhën e tranzicionit, por në mënyrë të veçantë në habitatin tonë ku jetojnë në diversitetin e tyre shumë kategori sociale dhe njerëzore. Misioni i çdo letërsie për mua dhe për të gjithë, për shumicën tonë, është dhënia e vendit dhe kohës tënde. Ne jemi përpjekur të japim atë jetën kombëtare shqiptare, aq sa kemi mundur secili. Veçanërisht ne që jemi një brez që ka parë dy regjimet, jo çdo brez i bie i të shohë dy regjimet. Ajo që mbeti ishte ndjesia një takimi të ndërtuar me kujdes, ku vëmendja ndaj veprës dhe cilësia e diskutimit u vendosën në qendër.